Një shpërthim i fuqishëm shkatërroi një fabrikë eksplozivesh ushtarak në zonën rurale të Tennesit, duke goditur ndërtesa disa kilometra larg vatrës së shpërthimit. Disa persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë rezultojnë të zhdukur pas një shpërthimi masiv që të rënditi një kompani ushtarake eksplozivesh në Tennessee, thonë zyrtarët e zbatimit të ligjit. Në këtë kohë kemi disa persona që nuk dihet se ku janë, tha sherifi Davis në një konferencë për shtyp, po përpiqemi të jemi të vetëdijshëm për familjet dhe për këtë situatë. Kemi disa njerëz, mund të konfirmojmë se kemi disa që kanë ndërruar jetë. Shpërthimi ndodhi në Accurate Energy Systems, pranë Bucks North, pak para orës 8 të mëngjesit, raportuan mediat lokale. Shkaku i shpërthimit nuk dihet ende. Një deklaratë e lëshuar nga qarku i Humphreys u bëri thirrje njerëzve të shmangnin zonën. Personeli i emergjencës është në vend ngjarje dhe po menaxhon në mënyrë aktive situatën. Ju lutemi shmangni zonën për të lejuar ndihmësve të punojnë në mënyrë të sigurt dhe efikase, thuhet në deklaratë. Burime jo zyrtare shprehen se si pasojë e shpërthimit janë zhdukur të paktën 19 persona, ndërsa raportohen shumë viktima. Agjencia u bëri thirrje njerëzve në një postim në mediat sociale që të shmangnin zonën, në mënyrë që ekipet e ndihmës të mund të punojnë në mënyrë të sigurt. Ekipet e emergjencës ende nuk e kanë bërë të mundur që të hyjnë në vend ngjarje, sepse shpërthimet po vazhdonin, raporton Associated Press. Banorët e Lobbyville, më shumë se 20 minuta larg uzinës, thanë se shtëpitë e tyre u drodhen dhe se kamerat kapën bumin e fuqishëm. Ajo ishte një fabrikë prodhimi e specializuar për eksploziv. Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi shpërthimin. Të dhënat publike tregojnë se kompania i shiti ushtrisë amerikane lloje të shumta armësh, duke përfshirë dinamit, mina toksore dhe barut shpërthyes për predha të kalibrit të madh. Fabrika e prodhimit ndodhet në një sipërfaqe prej 1300 akrash në Bucks North, Tennessee, një komunitet rural i painkorporuar afërsisht 60 milje në jugperëndim të Nashville. Në uzinë ka 8 ndërtesa që prodhojnë, ruajnë dhe kërkojnë eksplozivet për tregjet ushtarake, hapësinore dhe të shkatrimit komercial. Sipas faqes së internetit Accurate Energetic Systems, shet produkte shpërthyese për një gamë të gjerë qëllimesh, duke filluar nga prishja e strukturave deri te operacionet strategjike të thyrjes. Disa nga produktet e listuara për shitje janë projektuar nga Departamenti i Mbrojtjes dhe janë miratuar për përdorim nga njësitë ushtarake të huaja, forcat policore dhe klientët komercial.